Në brava, mirë se erdhët, kënaqësi që ju kam sonte në Libero. Mirë se u gjetëm, Resul, të ndëruar praneshëm, të ndëruar mustafer, të ndëruar teleshikus të televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Kënaqësi kam gjithmonë sa herë kam ushtarak. Në këtë rast, po i bie që ju sa po e keni marrë statusin ish ushtarak, po gjithë jetën do t'jeni ushtarak, apo jo? Po, njëherë ushtarak, gjithë jetën ushtarak, njëherë shërbim jashtë vendit, gjithë jetën të tjetë shërbim jashtë vendit. Kështu që kjo ka uzët në përcjell gjatë edhe kësaj pjesë tjetër tjetës dhe dedikimit tim për vendin. Kemi kërkuar nga ti t'i shkruani një letër vetës. I ke shkruar ndonjë letër vetës? Nuk i kam shkru, ishtë diçka goxha e rënd, po vendosa me qenë se kërkuat edhe bëra atë letër. Edhe mundova ta shkruaj në mënyrën ma korrekte të mojshme, edhe t'i bëj disa pyetje vetës, edhe po ashtu t'i tregoj vetës ka është ardhmja juaj. Okej, faleminderit shumë që e keni pranuar. Si ushtarak, sigurisht që detyrat t'i kryeni me përpikri. Detyrat me përpikri dhe në kohë. Dhe në kohë. Po të ndëgjoj me shumë kënaqësi. I nderuar Ilir, kur kthen kokën pas, sheh një rrugtim të gjatë, të vështirë, por të mbushur me qëndresë, për kushtim dhe dashuri për vendin. Asgjë nuk ka qenë e lehtë, por gjithçka ka qenë e ndërtuar mbi sakrificë, mbi besimin në liri dhe mbi mbështetjen e familjes që ke qëndruar gjithmonë pranë teje. Në të 20-tat ishe mësues, para nxënësve mbaje ditarin e shkollës dhe jipje dije, duke hapur horizonte për gjenerata të reja. Por jeta të thirrë ndryshe. Rrethanat e padrejta të kohës nuk të lanë të përfundosh atë mision. Nga bankat e shkollës u gjende në fushën e betejës. E braktise qetësinë e klasës dhe u rreshtove në radhë të UÇK-s, sepse liria ishte më shtrenjtë se gjithçka. Nga ai moment, jeta jote mori drejtim tjetër. Lufta ishte sakrificë, por pas teje qëndronte gjithmonë familja, duke të dhënë forcë, kur të mungonte shpresa, kur lodhet të rëndonte në supe dhe kur vendimet bëshin të rënda. Ajo mbështetje ishte arma jote e heshtur. Pas luftës nuk u ndale. Në të njëjtën disciplinë vazhdove për të MK-n e më pas në FSK. Rruga ishte e gjatë, por u ngjite hap pas hapi deri te grada general brigade, duke marrë mbi supe përgjegjësi si ishte detyra e shefit të shtabit të përgjithshëm në FSK. Çdo ditë shërbimit tënd ishte betimi për disiplinë, për zhvillimin dhe përfaqësimin e ushtrisë sonë. Por shërbimi yt nuk kufizohej vetëm brenda kufeve të Kosovës. Në SBA, si atashe mbrojtës, çdo hap ishte zë i Kosovës, në Pentagon e më gjerë. Çdo takim ishte dëshmi se Kosova ka përfaqësues të denj me dinjitet dhe me vizion. Ilir, shpesh ke qenë i ashpër ndaj vetes, duke kërkuar përsosmëri në një botë që nuk është kurrë përsosur. Por kjo është pjesë e leadershipit, të kërkosh më shumë, të mos dorëzohesh, të dëgjosh dhe të guxosh, edhe kur rruga është e paqartë. Sot përpara teje është një kapitull i ri, jo vetëm uniform, por me përgjegjësi qytetare. Jo me armë, por me vizion. Tani nuk je vetëm ushtarak, e diplomat apo mësues. Je kandidat për kryetar të Lipjanit. Ky është misioni yt i ri. Të shërbesh qytetarëve tënd me ndershmëri, transparencë, duke vendosur njerëzit mbi politikën. Të krijosh mundësi për të rinjët që ata të mos të ikin, por të ndërtojnë jetën e tyre aty ku e kanë vendlindjen. Të lësh një trashëgimni, unitet e zhvillim, që kur fëmijët, niprit, mbesat, të shohin pas, të jenë krenar për Lipjanin që ke ndërtuar. Ilir, kjo është jeta jote. Kjo është histori faqe pas faqe. E mbushur me sakrificë, përkushtim e besim. Mbaje përpara disiplinën e ushtarakut, vizionin e diplomatit dhe dëmshmërinë e prindit. Krenohu me të kalurën, shërbe me përkushtim në të tashmen dhe udhëheq me vizion për të ardhmen. Sepse kjo është trashëgimia që do të lësh brezat që vinë. Duhet të përcjell motoja gjithmonë. Detyra, nderi, adheu.
me respekt dhe me dëshmëri unë. Faleminderit shumë. Faleminderit, një reflektim. Pra, një reflektim për ato që ke bërë dhe për të ardhmen tënde. Po, të shkoj më radhazi. Ten letër që para luftë ke qenë mësues. Dhe kur u bashkove në luftë, nga i moment jeta jote mori tjetër drejtim. Çfarë drejtimi mori? Dhe po të mos bashkoheshe e të mos kontribuoje në luftë. A mendon se do të vazhdoje të ishe aty si mësues, në klasa? Sigurisht, në mos të vazhdoja me luftën, në mos të ndroja profesionin, se nga një profesion që kesha si mësues, kalova në profesionin ushtarak, pastaj profesioni im i parë u bë profesioni im i dytë. Dhe më asnjëherë nuk e ushtrova atë profesion të parë që kisha. Hyra në luftë, përfundoi lufta, vazhdova shkollimin, edukimin në gjitha fazat edhe kapitujt e gradave dhe pozitave dhe arrita këtu ku jam. Sigurisht, nëse nuk kishte qenë lufta, ndoshta sot do të isha një arsimtar i mirë, një profesor i mirë në shkollat diku në Kosovë. E ke menduar ndonjëherë se jeta jote do të jetë e ushtarakut? Ishte në ato vizionet të tua të rinisë, të fëmirisë? Nuk është që ka qenë, për qenë se ne kemi qenë të okupuar edhe këtë profesion e kemi pasi profesion të pamundur, ose nëse ka qenë i mundur, nuk ka qenë profesioni i dëshiruar për shkak represionit që keshëm nga policia dhe ushtria serbe në atë kohë. Bëri përshtypje diçka tjetër, i the vetës, i lirë shpesh ke qenë jashtë ndaj vetës. Duke kërkuar përsosmëri në një botë që nuk është kurrë e përsosur. Kur e ke vuajtur këtë përsosmërinë, apo sa të mundon kjo përsosmëria, ose kjo tendenca për të qenë i përsosur në punë, në shërbim? Tendenca për të qenë i përsosur është një nga kriteret e leadershipit ushtarak, sepse gabimet në ushtri mund të jenë fatale. Gabimet kushtojnë me jetë njerëzve. Për ata ushtarak kërkojnë përsosmëri edhe zbatim i detyra me përsosmëri. Kështu që nga njëherë për trit, ke punë me trit, jo gjithmonë ata e kanë vëmendjen edhe përsosmërisë. Shpërqendrohen nga njëherë, edhe ti duhesh me kërku vendosmëri, përsosmëri për realizimin e detyra në kohë edhe në mënyrë të përsosur. Tani në ushtri po kur vjen në shtëpi, ose kur ka ardhur në shtëpi, ose në shoqëri, si e ke balancuar këtë? Kjo duhet jetë... Ne si shqiptar jemi kogja të pa rregullt kështu. Pikërisht, kjo është aty mirë, po megjithatë, ne kur mësojmë leadershipin ushtarak, ti duhet të jesh një farë leadership i transformueshëm, mu përballë me aty ku është ambienti. Varësisht për ambientit, me ndryshu sjellja. Edhe sigurisht që s'mund të kërkosh përsosmëri në jetën e rëndëm civile, po duhet përshtatesh me ambientin edhe me ato që për të qenë përsos do të ishte mirë, po në mundësi që të ofrohet ajo përsosmëri nga të tjerët që ti përkushohesh apo punon me ta. Kjo është një duhet të jesh fleksibel në zgjedhjen në ambientin ku je. Te që ke qenë jashpër ndaj vetës, se ke ndjerë këtë ashpërsinë, e ke munduar vetën? Po, ndoshta, se prej vetës kam kërku nga ditët e para me qenë kompetent në detyrat që i kry. Edhe kështu që kur kam marrë rrugën pas luftës, kam hyrë edukimit nga e para, edhe edukimin në ushtri është edukim shkallë. Dhe më tha, edukimi është të edukurit gjatë gjithë jetës, edhe nivellet e edukimit, edhe nivellet e shkallëve në ushtri... Kanë hierarki? Kanë hierarki. Edhe kështu që për të marrë një gradë caktuar, do të me ba paraprakisht një edukim të caktuar. Për gjitha nivellet, qoftë për kursin e bazik të oficerit, të majorit, kursin e shtabit, kolegjin e luftës edhe kurset tjera të avancura. Kjo është një shkallë shallshmëri që ushtarakëve ju ndihmon shumë. Ata mësojnë për artin e luftës në shkallë shallshmëri, varësisht me nivellet që ta udhëheqin në detyrat e tyre. Sa vjet i bëre në ushtri? Unë shërbim, konsideru dhe pjesën e UÇK-s, bëra 27 vite. 27 vite? 27 vite. Dhe sa kohë të bën që nuk shkon më në detyrë, në punë? Afërsisht janë 2 muaj që nuk shkoj në punë, me qenë se për me kalu në një detyrë tjetër që tash kam vendosur një rrugtim tjetër, duhet të lirash detyrën aty ku je në ushtri edhe të vazhdosh jetën në detyrat civile që të ofrohen. Kishet vështirë ta merrje këtë vendim, e analizove gjatë, e mendove? Po, e kom analizu gjatë, e kam mendu gjatë, nuk ka që s'mungan, mungan edhe sot,
se kur je për 27 vite në uniform, 27 vite në detyra të ndryshme ushtarake, aja të mungon qysh koha në mëngjes kur zgjohesh. Na ushtarakët e kemi vështirë, tash tik mas një shërbimit gjatë kur zgjohemi mëngjes, kur shkojmë te rrobat, e kemi probleme dhe çka me vesh, se jemi mësuar me vesh një uniform, që s'ke pas me mendu shumë, e ke vesh uniformet, ke mbath çizmet ushtarake dhe ke vazhduar detyrën. Tash është një pak më komplekse për ne, po jeta duhet. Apo e njeh atë Ilirin pa uniformën ushtarake? A ke filluar të njoftohesh, figurativisht po ta them këtë pyetje, sepse ti duhet të jetosh tash një jetë ndryshe nga ajo e 27 vjetëve. Pikërisht. Po adaptohemi për ditë, edhe po transformohemi për ditë, për të qenë i gatshëm që ne kemi qenë, edhe ushtarakët janë pjesë e kësaj shoqërie. Mirë po, ato kriteret ushtarake janë në momentin kur futesh me këmbë në kazermë ushtarake. Ato vlen rregullat ushtarake. Po në kohën kur je jashtë kazermës, ne kem pas mundësinë me dalë edhe me pa edhe botën për kohë gjatë, edhe po mundohemi me qenë transformues edhe të gatshëm për një jetë të re edhe për një detyra të reja tash që do të kemi më pas. Tani, kur hiqet uniforma, sigurisht që fillon edhe të mungon. Ndoshta është herët me thonë që po të mungon, sepse janë veç 2 muaj. Po, të ik mendja shpesh atje, të jeta e kaluar? Po, se çdo ushtarak, çdo pjesëtar i forcës së sigurisë Kosovës, të qenit pjesë e ushtrisë Kosovës, nuk është një punë, është një shërbim. Kur thëm shërbim, ti duhet me qenë i gatshëm 24/7 për çdo gjë, për çdo rast që mund të ketë Kosovë. Urojmë që kur mos ketë në Kosovë diçka që ushtria e Kosovës të angazhohet, mirë po ti duhet me qenë gati sikur ajo do të ndodhë nesër. Edhe nëse je pjesë e asaj, ke disa kritere, sa është koha mobilizimit, sa është koha e gatishmërisë, sa është koha e arritjes në vendin ku ti ke detyrë me dalë nëse kërkohet. Kështu që shërbimi në ushtri është shërbim, nuk është punë, nuk është punësim, këto e dinë gjithë pjesëtarët e FSK-s. Ky është mentaliteti që ne ndërtojmë në forcë, në të ushtarakët, që ata duhet me mu bindë që janë në shërbim, nuk janë në një vend punës. Sigurisht që ana materiale është e rëndësishme në jetë, po me shërbi për vendin është më shumë se sa të kesh një pagë të jesh me një vend pune. Çfarë ndodhi, çfarë ndikoi që ti të marrësh vendimin për të ndryshuar tashmë? Unë thash me qenë se kam qenë pjesë e luftës uraike të UÇK-s, pastaj pjesë e shtetë ndërtimit të MK-s, pastaj e vendjes së bazamentit të ushtrisë Kosovës të FSK-s, pjesës parë, pastaj transformimit të FSK-s në ushtri të Kosovës, edhe mas i kalova një kohë të gjatë në uniform, unë e pa që është ndoshta e domosdoshme më shumë se kur t'i kthehem vendit tim, t'i kthehem qytetit tim, por t'i shërbej në një formë tjetër. Me qenë se shërbimi është në mënyra të ndryshme, se cili prej nesh i shërben vendit në një mënyrë apo tjetër. Unë mendova që qyteti im, ku jetoj sot, ka nevojë më shumë se kur për ndryshim. Ka më shumë se kur nevojë për një qeverisje, për një frymë të re, edhe për një qasje të re, për një vizion të ri, edhe për një koncept të zhvillimit të ri. Kjo ishte ajo që më shtyri mua. Pak ma ushtarak? Pak ma strikt? Kjo është... Sepse në politik... Në aspektin politik është vizion më shumë se strategji. Kështu që vizioni em, i kam qitë disa kriteret vizionit, që vizioni em të kem qytetarin në qendër, edhe çdo gjë të bëhet për qytetarin, e jo për kryetarin. Kjo është mbi politiken, të shërbesh qytetarit është mbi pjesën politike. Edhe shërbimi, qoftë në ushtri, qoftë në mision civil, është shërbim, po besoj që do të shërbej me dinjitet dhe me integritet. Okej, faleminderit shumë. Do t'i kthehemi politikës, do të flasim edhe për atë pjesë, po të shohim një led me fotografit, disa kujtimet, na çojnë në momente tjera të jetës suaj. Pra kthehemi shumë mrapa. Po. 3 fotografi, se cila një histori. Pikërisht. Cilën po e fillon parën? Po fillojnë nga e para, për shkak se dhe renditja këtyre fotografive është renditur në kohë. Në kohë. Në kohë, pikërisht. Fotografia parë është një fotografi që është realizuar në fshatin Dragobel të komunës Malishevës, se qihet fotografi në anën e majt timën jam atje në Qash. Pra ai që është i rrethuar jeti. Ai që i rrethuar jam unë. Si ushtari i ushtrisë ligjore të Kosovës, kjo fotografi është shkrepur nga
mediat tona të asaj kohe, kur ne ka qenë një takim në fshatin Dragobis që thash, ku kanë qenë Christopher Hill, ish ambasadori atëherë dhe përfaqësues i Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe një farë mënyrë është fotografi edhe moment historik. Është moment historik, për qenë se ishte legjitimimi i UÇK-s, që UÇK-ja njihet nga faktori ndërkombëtar, në këtë rast nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kishte qenë edhe një kontakt i UÇK-s i mëhershëm kur ishte në UNIC, po pastaj këtu ishin anëtarët e shtabit përgjithshëm, edhe ne si ishte Holbrooke, Holbrooke, po. Ne si pjesëtarë të njësisë speciale të shtabit përgjithshëm kishim për obligim me siguru një ambient të sigurt për realizimin e takimit edhe për mbrojtjen e përfaqësuesve të UÇK-s. Këto në këtë fotografi është si koincident që unë për herë të parë gjatë luftës e takoj edhe kryeministrin Kurti që është tash shihet fotografi aty. E kishim takuar gjatë kohës protestave studentëve, por këtu ai ishte si përfaqësues i zyrës së UÇK-s. Kështu që në këtë fotografi ndajmë kujtime për fotografinë që u shkrep, edhe për rëndësinë e kësaj fotografie që bëni bujë në mediat ndërkombëtare që faktori UÇK është i pranuar nga faktori ndërkombëtar në këtë rast nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bisedojnë drejt për drejt me liderët e UÇK-s. Kujtime interesante dhe të bukura që ngjallin nostalgji. Çfarë ndodhi atë ditë? Çfarë bënit ju atë ditë? Na thuaj disa atë ditë themi kështu pra pas skenat asaj që ju atë ditë ne kishim bërë një plan të operacionit se si do të siguronim një ambient të sigurt për delegacionin që zhvallohet takimi. Kështu që ne kishim marrë pozicionet në pozitat ndryshme, kishim një grup të ushtarëve që ishin mbi 100 ushtarë, që ishin shpërndarë në pozicionet të ndryshme, në rrugë të ndryshme, në udhkryqet të ndryshme, në pozitat të ndryshme. Edhe unë kisha fatin të jem njëri nga ata që isha si pjesë e afërt të sigurimit të objektit ku ndodhte takimi. Edhe përfaqësuesit amerikanë realisht kërkuan që mos bënin foto. Po. Pikë sigurisht që ishte ajo që mes me tregu anshmëri edhe nuk ishte ndoshta koha për ta momenti politik me dëshmu që ne kemë kontakte me UÇK-n, kontakte zyrtare po mendoj. Mirë po ne edhe pse ata kërkuan ne bëm foton, sepse për neve ishte foto shumë e rëndësishme se ishte më rëndësish shpërndarja dhe mediat botërore ta kuptojnë që po ndodh diskutimet edhe po ndodhin bisedimet. Ama jo, mos bëni foto, në tekstin e ka, mos harroni me bëni foto. Po, ta rikujtoj. Fotografia e dytë? Fotografia e dytë është realizuar nga gazetarët e BBC-s. Me qenë se ne në atë kohë e thash që si pjesëtar të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, gjithsesi të shtabit të përgjithshëm. Kush janë këta në foto i njëjtë? Këta në foto janë bashkëleftarët mit. Kjo foto është këput një pjesë, është një rresht më i gjatë i ushtarakëve këtu. Si pjesë e njësisë speciale diverzantë vëzhguese të shtabit të përgjithshëm, ne kishim për obligim që operacionet tona realizohen në territorin e Kosovës. Aty ku ka nevojë, shkojmë edhe bëjmë mbështetje për gjitha brigadat edhe njësitë tjera. Kjo ka ndodhur në një fshat të Klinës, në fshatin Sfërk të Klinës. Në atë kohë kishte një armpushim që ishte nënshkruar me OSBE-ja, kishte deklaruar me UÇK-n dhe me forcat serbe. Mirë po armpushimi nuk u zbatoi. Edhe ndodhë raste të sulmeve të forcave serbe ku na duke më përgjegjë. Këtu kishte ndodhur një sulm në një fshat ku kishin ndërhyr forcat serbe, kishin marrë një pjesë territorit tonë që ishte territor kyç i kalimit të rrugës për furnizim në Shqipëri. Edhe ne uftuam edhe shkuam në luftime ato, gjatë luftime më ndërhyni OSBE-ja, edhe në ktheme sipër nga luftimet, ne ishim duke kënduar. E kemi pas një këngë që ne ishim jemi trupa komando, i shërbejmë atë dheu tonë. Edhe ata na këtu shihet që jam duke kënduar, edhe tash një nga ne këndonte, të tjerët e bënin refrenin. Edhe ne ishte një motiv për neve, se na shkojshim me këngë në luftë, edhe u kthejshim me këngë nga lufta. Kjo ishte mi dhonë kurajo vetës fillimisht edhe ushtarëve të tjerë që ishin pas neve. Faleminderit shumë dhe fotografia e tretë. Fotografia e tretë është në kohën e TMK-s, po që lidhet me UÇK-n. Personi në fotografi është dëshmori i kombit Tahir Sinani, i cili ka rënë hero në luftën e Maqedonisë, po Tahirin e kujtojmë me mall, e kujtoj ashtu si që kujtojnë çdo njeri mësuesin e vet të parë që ka mësuar ABC-n. Unë nga Tahiri dhe gjithë pjesëtarët e njësisë tonë kemi mësuar për herë të parë artin ushtarak. Tahir Sinani ka qenë nga Tropoja,
oficeri i ushtrisë shqiptare, që kur ka ardhur në njësinë tonë, është diçka sikur që e ka dërguar Perëndia për më na bëu ushtarak të vërtet, më na mësu teknikat dhe taktikat luftarake. Ato që i kam mësuar nga Tahiri, unë kam përcjell gjatë karrierës sime edhe në kohën e gradës generalit edhe në kolegjet më prestigjioze në botë që kam bërë. Kem mësu shumë prej tina, kem mësu si me qenë me integritet, si me qenë luftari pa epur edhe si me qenë i devotshëm për vendin. Ka qenë kurajo për ne edhe kur e kemi pas me ne ata, ne jemi ndi të pamposhtur. Ta kujtojmë gjithmonë komandantin. Faleminderit. Tani ju si ushtari i UÇK-s, cili është momenti më i rëndësishëm që e kujton nga pjesa e luftës, nga pjesa jote në luftë? Në luftë ke momente të dhimbshme, po ke edhe momente të triumfit. Ndoshta unë kisha mujt me nda dy nga këto, një të dhimbshme edhe një të triumfit. Që gjithmonë i mban mend. Që gjithmonë i mbaj mend. Momenti i dhimbshëm ka qenë një moment për mua, kur në një ngjarje të luftimeve, në një fshat afër Malishevës, nga një predhen e Mortajës, e Minahesit, më kam vdek 2 ushtarë për një herë. Edhe kam qenë mes të tyre, ndoshta 5 metra nga njëri tjetri, edhe që ka qenë më rëndësishme, ata kanë qenë shokë të mirë, bashkë. Kanë kërku mi vendosë në qatë pozitë të dytë bashkë, kam vdek të dytë bashkë. Edhe kur i ka godit preva me Nahedit, njëri ka vdek në vend, është Vezir Kolçi edhe Xhavit Kelmendi, edhe Xhaviti ka qenë ai që ka vdek në vend, Veziri ka qenë ende i gjallë. Kur kam shku te Veziri, ka thonë ndihmoje Xhavitin. E kjo është ajo vlera edhe për shokun. Në gjendjen e tillë që ishte ai për me kërkonte me ndihmu shokun e vet, ndihmoje Xhavitin. Kur pas një kohe, për shkak të pamundësisë me intervenu shpejt të mjekëve në zonën e luftimit, pas një kohë vdiq edhe Veziri, kështu që ka qenë një moment i rënd për neve, për shokët, kur i hub 2 shokë në një moment shumë shpejt, ki plagosit shokëve tjere, atë moment e mbaj mend. Momentet e tilla mbesin gjithmonë kujtesë. Po, mbesin gjithmonë. Janë të përjetshme. Pikërisht. Po si përballohen në luftë, si përballohen në rrethana lufte këto momente, kur njëri nga ata ke mundur të jesh ti? Pikërisht. Ndoshta në luftë përballohen më lehtë se sa në paqë. Se në luftë ke një farë pregaditje psiqike që ajo mund të ndodhë, se cilit nga ne mund ndodhë dhe tyje. Tash kur e kujtojmë e ke ma vështirë. Tash është më rënd paqë, se thu mos ke mujt me bëj diçka më mirë, mos nasta ne kem bën një gabim edhe nuk i kemi rreshtu ushtarë të mirë, ndoshta nuk i kemi marrë masat e nevojshme të sigurisë, po ti në luftë kur s'mund i parashikusit. Sado që ti merr masat edhe pala tjetër kundërshtare i merr masat e veta për operacionin mësim kundër teje. Kujton shpesh këto momente? Kanë përcjellur shpesh këto kujtime? I kujtojmë shpesh. I bisedoni, ke biseduar me... Ne bisedojmë, kur dojmë thjesht në përkujtimet të shokëve, ne zakonisht shkojmë të varrezat e shokëve. Shkojmë me shokë, diskutojmë, në farë mënyrë e hek një mall atë ku shkon. Dhe momente tjera ishin momente triumfi. Momente triumfit. Momente triumfit ka qenë një moment që është një histori në vete, kur ne, unë zbashku me pjesëtarë të njësisë, kemi qenë një grup, kemi arrit me hinë në kazermat sërbe të Goleshi, kemi marrë armatimin edhe kemi shpërthy bunkert e forcave armike. Kemi marrë një sasi shumë të madhe të armatimit, që atë armatim e kemi përdor kohë të gjatë për mi pengu forca sërbe në operacione. Se edhe diçka harrova me thonë, komandanti jonë, Tahir Sinone, ka pas një shprehje që ka qenë shprehje unike. Kur ne humshim shok në betej, edhe kur bëjshim varrimin e tyre, ka qenë tradit me thonë lavdi. Edhe Tahiri na po thonë që kemi respektuar atë rregull gjithmonë, ka thonë lavdi të shok të vrarë, thojnë të tjerët, thojnë civilet, thohet më vonë. Për neve, si bashkëluftar, ne thëmë hakmarrje. Edhe neve ne ka përcjell kjo. Nëse ne ka rarë një shok, na desh me marr hak, edhe kem marr hak shumë fish. Kështu që nuk na mbetet më rak që se kem kthy hakun e shokëve të kundërshtari. Lufta sigurisht i ka të gjitha. Pikërisht. Por duat
më tregosh, ke ndjen ndonjëherë rrezikun për jetën? Ke qenë i rrezikuar vetë për jetën kur ke thonë, o Zot, si pështova, si shpëtova? Sigurisht, ne rreziku ka qenë luftë permanente se nuk ka qenë forcë e barabartë. Forcat tona në kalkulim me kapacitetet, tash si ushtarak i mirëfillt, i edukuar mirë, është kogja problem me kalkulu edhe me gjyku ato që kemë bon ne. Po ka qenë, thjesht ka qenë një e rëndësishme se ka qenë çështje e mbijetesës, të jesh apo të mos jesh. Ne nuk kemë bon kalkulime shumë matematikore, se po t'i bëjshëm ato, provas në kishë dalë neve kur. Jo, me ato tanishme, po, nuk e qetë matematika. Jo, se qetë matematika. Kështu që ne kemë qenë njerëz idealist, edhe ka qenë ideali ai që në ka shty në konceptin e përballjes me forcat armike, në ka shty në realizimin e detyrave që kemë marrë nga. Faleminderit shumë për këto kujtime. Faleminderit, komandant. Do të ta shohim tani edhe një led tjetër me fotografi. Janë momente tjera tashmë. Pikërisht. Janë momente tjera, këtu janë momente në kohën tjetër. Pas tranzicionit të trupa mbrojtëse Kosovës edhe formimit të FSK-s, ne si pjesëtar të FSK-s kemë pas shumë mundësi me ba edukime në nivellet ndryshme në shtetet e ndryshme. Duke filluar nga shtetet e bashkuara të Amerikës, Gjermania, Shqipëria, Turqia e vendet tjera. Unë kam pas fat, kam qenë njërin nga ta që kam ba pjesën më të madhe të edukimit në shtetet e bashkuara të Amerikës, edhe kam përfitu shumë nga programet që shtetet e bashkuara të Amerikës e bëjnë në mbështetje të FSK-s. Ky program vazhdon edhe sot, ku me 10 oficerë tonë kryjnë edukim në shtetet e bashkuara të Amerikës në nivellet të ndryshme të gradave dhe të pozitave. Këtu tash përfilloj nga ona e djathtë e imja, kur unë kam ba diplomimin në Kolegjin e Luftës. Kolegji i Luftës është edukimi i fundit i nivellit ushtarak në shtetet e bashkuara të Amerikës. Këtu jam me komandantin e Kolegjit të Luftës, me generalin me dyje. Kolegji i Luftës edukon ushtarak për të qenë i gatshëm me punu në konceptin e fuqisë së shtetit, duke përfshi që është diplomacia, informacioni, ushtria dhe ekonomia. Si ushtarak, duhet t'jesh gati, këto 4 shtylla të shtetit që në gjuhën angleze quhet dime, duhet me ka i gatshëm i përballu. Po jo gjithmonë, në kolegj luftës edukohesh për me bën luftën, po është edhe për me mbajt paqen. Dhe me thonë, si ushtarak, duhet t'jesh i gatshëm edhe për negocim të paqes kur ka mundësi. Lufta është një politik, po me mjetet të tjera. Është zgjidhja e fundit. Zgjidhja e fundit. Kështu ne të paktën e dim. Tani, nga i profesori arsimtari që me idealizëm u bë pjesë e ushtrisë, përjetoi gjithë ato që përjetoi në luftë, pastaj një transformim kaq i madh në paqe. Si ka qenë ky rrugtim i yt? Cilat janë momentet kruciale që ti mendon, si ja dola unë? Sigurisht që nuk ka qenë e lehtë, se ka qenë fillimisht një transformim. Unë më kujtohet, për herë të parë, në shtetet e bashkuara të Amerikës kam shku në vitin 2001. Ne ishëm vetëm sa kishëm dalë nga lufta, edhe tentojshëm me mësu gjuhën angleze, me pas si funksionon shteti, si funksionon një institucion, edhe nuk ishte lehtë. Nuk ishte lehtë për kohën që na kishëm kalu, si student, në ato shtëpia të shkolla, në kupim të plot, pastaj lufta, po ne nuk u bë kjo për shpejt, u bë për vite e vite, ato që thash duke pasur parasysh investimin që shtetet e bashkuara të Amerikës e bën tek FSK-ja dhe shkuan shkallë, se tek e fundit në pajisjet janë të nevojshme, po njerëz të edukuar janë krucial në ushtri dhe në çdo institucion, se edukimi merr kohë. Ngritja e njerëzve edhe kapacitetet njerëzore në një nivel të caktuar është kohë. Po i ke mjetet, i blen armët, po ato armë do të një përdor dikush. Do të me ditë më kujdes dikush për to, do me ditë që përdoret, kur përdoren, çfarë force përdoren. Është një proces i gjatë. Është një proces i gjatë. Kështu që ne edukimin e bëjmë shkallë, ashtu që thash në gjitha nivelet, në periudha dhe fazat e caktuara. Je ndjer krenar kur janë miratuar ligjet që u bë ushtria e Kosovës, ka qenë moment për mbushje për ty? Sigurisht. Kam pas fatin
që kam qenë edhe atasheu ushtarak i parë zyrtar i mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht të fotoja 2, me qenë se detyra ime në ambasadë ishte të koordinoj me Departamentin e Mbrojtjes në Pentagon. Edhe puna ime ditore ka qenë shkojnë Pentagon, të bëj koordinimet e nevojshme, qoftë koordinimet për edukim, qoftë për pajisje, për armatim, qoftë për çështjet politike edhe negocimet tona për nevojat tona. Kështu që kam pas fatin të jem koordinatori kryesor në mes Kosovës dhe Pentagonit për këtë çështje. Në këtë foto është sekretari i mbrojtjes generali Mattis. James Mattis, po. James Mattis, një prej generalëve më të suksesshëm se dhe Bashkuarat e Amerikës. Këtu më kujtohet është me qenë se këtu kemi marrë miratimin për aprovimin e ligjeve dhe me vazhdu tutje me procesin e tranzicionit të FSK-s, ma thot, e mbajta fjallën. Pse ma thot? Ishëm në një ngjarje ku atje jo shpesh tipet rasti me taku sekretarin e mbrojtjes. Po ishëm atashet me një ngjarje dhe une isha një ndër të parë, tha 5 atashe mund me taku Mattisin. Edhe me pas 3 minuta diskutim me ta. Unë e ngrita dorën i pari, mu dha rasti dhe i thash, sekretari Mattis, ne kem bon një punë voluminoze në përmbushjen e detyrave që kemi marrë, kemi punu së bashku. Edhe ti, po thu ti po, ne e bëjmë ushtrin. Edhe ma tha, duke qeshur, tha, a që rëndësishëm jam unë? Thash po se fjale jote ka peshë dhe ne mund të bëjmë ushtrin nëse kemi ratimin tuaj. Kështu që ndodhi, mas një kohë, dhe sekretari Mattis e dha një farë mënyrë aprovimin për me fillu me procesin e planit tranzicionit, edhe masi e deklaruam këtë, tha, unë e mbajta fjallën. Faleminderit shumë për këtë kujtim. Si është FSK-ja sot? Është aty ku e ke menduar ti dhe kolegët tjerë? FSK-ja, si që dini, kalon në për një plan të tranzicionit 10 vjeçar. Sot jem në fazën e fundit të përmbushjes së kapaciteteve të plota operacionale. Pra është diçka që është përgatitur para se të miratohesh në ligj. Është një rrugë që është pikërisht dhe duhet përmbahet. Pikërisht duhet përmbahet. Tash jemi ka fundi. Tash jemi ka fundi. Jemi në fazën e fundit, po jemi në fazën kryesore për të deklaruar të kapacitete. Unë besoj që FSK-ja në udhëheqjen e Bashkimit Jasharit, edhe të oficerëve që ka sot, oficer me dignitet, oficer përgatitur mirë, po të e pas general Jasharin krye, është një farë motivi dhe një farë identiteti i të kalumës, edhe heroizmit edhe i tashmes. Kështu që unë e besoj, tash nuk jam më në FSK, po kur ka FSK-ja nevojë për mua do të jem aty, sigurisht gjithmonë se kjo është thirrja e dhëut, po me Bashkim Jasharin krye, me ata oficer edhe nën oficer të zot, edhe me ata ushtar, FSK-ja në stadin e zhvillimit, FSK-ja sot arrin rezultate kulminante në gjitha trajnimet ndërkombëtare, FSK-ja sot merr pjesë në misionin ndërkombëtare, domethënë është e barabartë me ushtrit tjera që kanë ngrit kapacitetet më herët. Kështu që FSK-ja së shpejti do të deklaroj kapacitetet e plota operacionale të e përmbush misionin kushtetues. Në ne të mbroj integritetin territorial, në ndë të mbështes autoritetet civile sipas nevojës dhe në 3 të jetë e gatshme për operacione ndërkombëtare bashkë me aleat. Faleminderit shumë që je sonte me ne. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e fundit. Faleminderit. Super ofertë, mundësie artë për fillimin si dhe zhvillimin e biznesit tuaj. Model Slovenia ofron lokale afariste në shitje me mundësi pageset deri në 10 vite pa interes. Nëse dëshironi të bëheni me lokale afariste, na vizitoni dhe binduni me super ofertën tonë. Kur ma mirë e ma lirë nuk e keni pas. Model Slovenia, lideri ndërtimit. Shkenca kompjuterike në AAB. Nëse je pasionant pas teknologjisë, ky drejtim është për ty. Qysh prej vitit të parë punon me kod, software, rjeta dhe gjithçka që lidhet me botën digjitale. Nuk është veç teori, ke shumë praktik dhe projekte që të përgatisin për treg pune.
Kompanitë e IT-si duan studentët e këtij drejtimi qysh pa e mbaru fakultetin. AB bashkëpunon me kompani që kërkojnë developer, inxhinier sistemi e të tjera. Nëse dëshiron të ndërtosh të ardhmen me teknologji, e ke gjetë drejtimin. Nëse je ëndrimtar, veprimtar apo luftëtar, me TEB bëhesh business star. Pëlqejeni faqen tonë zyrtare në Facebook. Zemra e pe du pa to, jom ka thena nga pe du, edhe pse o la. Kan thonë kur o la, prej syve la, e një zemra e pe du ma shumë, kur nuk jena nga pe du, edhe pse o larg. Faleminderit Rilani, faleminderit Rinor. Faleminderit. Jemi kthyer në studio. Para se të flasim për politikën, ta ndjekim një video, një letër nga një generali Osborne. Ta ndjekim. Dëshiroj të shpreh urimet e mia më të përzemërta për pensionimin tuaj të merituar pas një karriere të dalluar ushtarake. Shërbimi juaj ndaj Republikës së Kosovës ka qenë asgjë më pak se shembullor, dhe përkushtimi që keni treguar në mbrojtjen e kombit tuaj dhe vlerave të tij do të vazhdoj të kumboj për gjeneratat që vijnë. Vërtet e vlerësoj leadershipin dhe miqësinë tuaj. Ju keni qenë instrumental në forcimin e marrëdhënieve ndërmjet të AJOA-s dhe Kosovës dhe një katalizator i vërtet në tranzicionin e forcës së sigurisë së Kosovës. Ne kemi një mirënjohje të madhe për punën që keni bërë në koordinimin e aktiviteteve ndërmjet organizatave tona si atashi mbrojtje në Washington DC dhe së fundmi si shefi shtabit të FSK-s. Vendimi juaj për të vazhduar shërbimin publik duke kandiduar për një post politik është një hap i guximshëm dhe frymëzues. Kërkon guxim të jashtëzakonshëm dhe një ndjenjë të fortë detyre për të hyrë në arenën politike. Dhe nuk kam asnjë dyshim që e njëjta udhëheqje, integritet dhe përkushtim ndaj shërbimit që keni treguar në ushtri do shfaqen edhe në rolin tuaj të ri. Përvojat që keni grumbulluar ndër vite nga vullnetarizmi për të luftuar gjatë luftës së Kosovës, shërbimi si figurë kyçe në trupat mbrojtëse të Kosovës dhe duke qenë katalizator në formimin e forcës së sigurisë së Kosovës, do ju shërbej juve dhe Republikës së Kosovës. Ju jo vetëm që jeni aftë, por vërtet kuptoni se çfarë do të thotë të shërbesh me sakrificë. Nuk kam asnjë dyshim që do ta përballoni këtë kapitull të ri me të njëjtin nder dhe përkushtim që ka përcaktuar karrierën tuaj ushtarake. Vendimi juaj për të hyrë në një kapacitet të ri shërbimi publik flet shumë për karakterin tuaj dhe për kushtimin tuaj të palëkundër për të bërë një ndryshim. Edhe një herë, urime për pensionimin dhe këto udhëtim të ri emocionues. Me padurim pres të shoh ndikimin tuaj që do keni ndërsa punoni drejt një të ardhmeje më të mirë për Kosovën. Ju lutem, mos hezitoni të më kontaktoni nëse ka diçka që mund të bëj për t'ju mbështetur gjatë rrugës. Me admirimin dhe respektin më të thellë. Stefan Osborne, general major, garda kombëtare e AJOA-s. Gjithmonë gati. Pra një letër mbështetje për krahje nga një general me cilin sigurisht ju keni bashkëpunuar. Si e pritet këtë letër? Çfarë do të thotë për ty një letër e tillë? Me të tregu të drejtën, rezultat do të thotë shumë për mua. Do të thotë shumë se në mënyrën që e përshkruan dhe ato që kam thënë në letër, e përshkruan një kronologji historisë sime, që sigurisht e ka pa të unë edhe kapacitetin edhe vizionin me qenë se kem bashkëpunu afër. Generali Osborne është një lider i suksesshëm, që udhëheq është shefi i përgjithshëm i gardës kombëtare të AJOA-s. Ka një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me komandantën e FSK-s me general Jasharin, po unë si pjesë e ekipit tina, edhe si shef shtabi më ka ra me bërë shumë herë koordinime, takime me të. Edhe kjo
ka domethënie të madhe për mua, veçanërisht kur vjen nga një personalitet si që është generali Osborn. Sa do të arrish që këtë që ta thot generali ta zbatosh në politikë, sepse politika tashmë është një terren krejtësisht tjetër prej asaj që e keni pasur ju. E kam pyetjen drejt për drejt. Pse në vetëvendosje? Sa do të arri, po besoj që generali Osborn po beson në mua që do të arri. Pse në vetëvendosje është pyetje interesante. Meqenëse se ju e dini që ne si ushtarak duhet jemi apolitik. Edhe unë kam qenë apolitik, tërësisht apolitik, deri në momentin kur unë kam nënshkruar një letër që kam kërkuar nga generali Asharit, lirohem nga detyra. Në të kundërtën, nuk dohet të jesh politik. Pse vendosja me vetëvendosjen? Tani, ky nënshkrimi i letrës ka ndodhur pasi veç e dije se do të shkojë në vetëvendosje, kishe negociuar, kishe biseduar apo Pikërisht unë e kisha nda mendjen për të vazhduar karrierën time në një formë tjetër, më jo si ushtarak, po si politikan. Kam besu që mënyra më e mirë për me nisë karrierën politike është me nisë nga baza, nga njerëzit prej ka vjen ti. Nëse e merë fuqinë politike të njerëz tuaj, qytetit tuaj, të komunës tuaj, është më lehtë me lëvizje politik. Po nisë nga lart, mund bish poshtë, kështu po nisë nga poshtë, është e shkallshmëria kur lëviz lart. Pse me vetëvendosjen? Unë kisha rastin kohën e fundit si shef shtabit të jem një farmyrë edhe një menaxher i kapaciteteve të FSK-s përfshi planifikimin, buxhetimin, koordinimet, gjitha departamentet që ka shtabi përgjithshëm, edhe ne përfituam shumë nga qeveria aktuale. Këtë rast nga qeveria Kurti. Edhe buxheti i institucionit ton u katërfishua. Në vitin 2021, kishëm një buxhet që ishte dikun të 54 milion, edhe në kohën kur unë e lash FSK-n ishte 208 milion, me mundësi rritje edhe me mundësi të blerjes armatimeve dhe pronotimeve të kapaciteteve të reja që FSK si donë, kështu që unë e besova në këtë kauzë, me qenë se isha ushtarak, edhe ti në politik e këshyrë kauzën prej aty ku e sheh. Unë prej kondit ushtarak, e pash përfitimin që e kesh institucioni em, edhe besova në këtë kauzë, edhe mendoj që është zgjedhja më e mirë, unë mendoj për mua, edhe po mendoj që rrugtimin tim të bëj me vetëvendosje. Ama në logjikën teme, kjo do të ishte më e logjikshme ju të shkoni në Ministri të Mbrojtjes, Ministri të Forcës së Sigurisë Kosovës, që aty të kontriboni politikisht. Jo në Lipjan, tash. Jo, pikërisht. Ku do të gjendesh ma letë? Kjo është, unë isha në Ministri të Mbrojtjes, kisha punu Ministri të Mbrojtjes. Unë kapacitetet e mija ushtarake arritan në gradën e generalit, isha në gradën e lartë. Pozita ime ishte një dhe pozitat më të rëndësishme në FSK. Ndoshta më e rëndësishmja mas komandantit të FSK. Profesionalisht. Politikisht do duhet të ishe minister. Po tash një minister është, nuk kem një minister, është një kolegi janë. E kemi parasysh ato, po nuk janë përjetë që mas kushtë. Jo, nuk janë përjetë, po unë po besaj që kur të hysh në rrugën politike, të jenë më një rrugë për me fitu. Edhe unë e besaj që jemi zgjedhja më e mirë për me fitu komunën e Lipjanit. E thash, pse jem zgjedhja më e mirë? Se Lipjani kërkon ndryshim. Lipjani kërkon një energji të re. Lipjani kërkon një frym të re. Sigurisht keni një muaj fushat, keni filluar kontaktet me qytetarët, do ta shpalosni krejt programin. Mund të flasim, po mu për më interesojnë këto aspektet tua, pse jenë Lipjan edhe. Nuk është interesant që do të përbalen një dy nga UÇK-ja, ju dhe zotri Buja që është rikthyer pas kaq vitesh, dhe keni përbal një kryetar që s'di sa mandate është aty. Kush do të fitoj sipas jush? Unë pikërisht unë mendoj se pikërisht arsyeja se është një kryetar që disa mandate është koha për ndryshim. Se njerëz të hargjohen. Po të ishte e mirë me nejt 3-4 mandate në një funksion, do të kishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë 2 mandate. Besojnë këtë filozofi që do të ndryshohen pas 2 mandatesh, 2-3 mandatesh? Edhe besoj edhe në filozofin se një ushtarak mund të jetë një politikan i mirë, se kjo është historia Shtetet e Bashkuara të Amerikës. President, sekretarët e mbrojtjes edhe shtetit
shumicën e rasteve, nëse 80% janë ish ushtarak. Pse po thamë, është ushtarak janë të mirë për më thejtë, se ushtarak të thejqen me vizion dhe me integritet. 7 vlerat e ushtarakut janë të thejqë me integritet, me shërbim vetë mëhus, të kesh të kujdesesh për të tjeret, të kujdesesh që shërbimit të jetë në nivel, do ma detajet e tua që janë edhe vlerat e liderit, që unë e thash fillim detyra nderja dheut, është një koncept filozofik që është duke i kry detyrat me nder, i shërben atë dheut. Edhe unë po menoj që është mënyra më e mirë mi shërby venit tim në këtë kohë, qytetarëve të mi, sigurisht që mu më ka thirrë edhe zoni qytetarëve. Nuk është ajo që është marrë një vendim ad hoc, po me qenë se jetoj aty, edhe dëgjoj... Jeton vazhdimisht. Jetojnë vazhdimisht në Lipjan, edhe dëgjoj ato nevojat dhe i shoh nevojat, se përballëm me nevojat, unë e mendoj që jemi alternativa më e mirë për ndryshim, për një vizion të ri dhe për një energji të re. Si je pritur nga strukturat e partisë, sepse nga jashtë janë krejtësisht ndryshe, kur shkon brenda... Strukturat e partisë fatmirësisht më kanë prit mirë. Më kanë prit mirë për shkak se kanë besu në vizionin tim edhe në të kaluamën time. Nuk ka që më kanë njoftë për të arriturat e mia për ato, edhe besojnë që se tash fitoria bëhet me ekip. Edhe ata janë ekipi im, gjithë ata asamblejës që garojnë për garë, për asamblejës të komunës janë ushtarë të me në këtë garën për me arrit një betejë që kemë një fitore me po. Kështu po ju thu jeni ushtar? Këtojmë, ju jeni ushtarë të mitë devotshëm që luftoni për ditë për me pru vota. Okej, 3 premtimet kryesore të fushatës tënde, ose maksimumi 5, po them, kështu shkurt. Premtimet e fushatës time zgjedhore do të jenë një, ne kemi thënë që do të heqim me transparencë dhe me qytetarin në qendër. Okej. Kjo do të jetë kryesorja. Premtimi i dytë, ne do të kujdesemi që me pas një arsim më të mirë, një aspekti social, me qenë më i mirë për fshishën dhe tësin, me punu shumë për me pas një infrastrukturë të mirë edhe me pas një infrastrukturë me kualitet, jo shërbime shkelje shka, që duhet me intervenu me njëherë posa kryet edhe prej qëriti fillon intervenimi. Edhe premtimi tjetër është përfshirja, gjithë përfshirja në vendimarrje. Ne mendojmë që, unë e thash më herët që nuk e shohën e këtë aspektin politik privilegj, po është si obligim për më kujdes për qytetarin. Edhe në këtë rast, e përmend edhe më herët, ne duhet jem shërbim qytetarit, unë si kryetari arshëm, e jo qytetari në shërbim të kryetarit. Kështu që me qytetarin qendër, me ka i kujdesshëm, me dëgju qytetarin, edhe me punu bashkë me qytetarin të banë ndryshimin e madh. Po sigurisht, liderët duhet me pas edhe me ka vizionarë dhe me qenë kreativ. Unë e po besoj që 2 kandidatëve tjerë ju mungon kreativiteti. Sigurisht ju ka ikë edhe koha pak, që është pak më, është një zgjedhje pak më e mirë. Si kryetar mund të fitojnë njëri, dhe është drejt për drejt, po pastaj duhet bëhet me 6 koalicion. Me këtë do të preferoje? Nëse ka nevojë, sepse... Unë besoj që duhet bëjnë koalicion 2 kundërshtarë të me, jo une. Jo, koalicion për ta bërë pastaj shumicën në asamble komunale. Po mendoj. Po kjo është koalicione, është nëse ti nuk e ki, nëse ke nuk ki mjaftueshëm asamblesë. Po na po besojmë që asamblesë kur zgjidhen, masanej kryet puna e kryetarit dhe kryetari është ekzekutivi në komunë. Edhe pastaj koalicionet bëhen varësisht për nevojës, po mund t'i kesh edhe shumicën absolute në kuvend. Nëse nuk i ke, kë do të preferoje? LDK-n apo PDK-n? Tash apo mund të ketë edhe më të vogël. Varet kush sa ka sa të duhen. Sa të duhen. Po nuk ke kështu nuk kem preferencë. Na jemi në garë edhe besojmë fitoren. Nëse humbi... Do të vazhdosh politikën? Po sigurisht, do të më humb një betejë, po nuk ka humb lufta. Çka? Lufta politike. E çka do të bësh më tutje? Do të vazhdosh të jesh aty në Lipjan? Sigurisht, unë fillimisht nuk po mendoj për atë pjesë, po mendoj që kam me konkretar. Masanena mund të bisedojmë herën tjetër. Po mundesh mu surprizu? Po surprizat janë gjithmonë. Faleminderit shumë. Nëse ke edhe diçka për të thënë të rëndësishme për sa i takon garës politike, që ta mbyllim këtë pjesë? Jo, unë të rëndësishme e kam që kisha kërku prej gjithë qytetarëve, ju bashku kauzës sonë, ju bashku ndryshimit, ju bashku të mirës të qytetit tonë për një perspektivë më të mirë edhe për një qeverisje
me qytetarin qendër. General, më bën përshtypje kjo unaza, çfarë është? Çfarë simbolizon kjo? Unaza simbolizon për mua shumë, unaza është unaza që ne e marrëm kur diplomojmë në Kolegj Luftës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtu është para pa me emblema e ushtrisë amerikane, emblema e Kolegjit Luftës, është ky guri kuq që ka lënë tregon nivelin e edukimit, dallojnë gurët. Gurët në unazë dallojnë bazë nivelit të edukimit. Guri kuq është niveli i Kolegjit Luftës, nivelit më të lartë të edukimit ushtarak. Edhe në Amerikë, kjo është një farë simboli edhe që ne njihemi me njëri tjetrin. Kur shihesh me një koleg që ka kryer Kolegj Luftës e njeh për nga unaza, ose ai që bisedon me ty kur e sheh unazën e din me ka të bëj. Okej, po me cilin nivel. Këtë nuk e mbani derisa jeni në shërbim në ushtri, a? Jo, kjo të përcjell gjithmonë. Kjo të përcjell gjithmonë, po derisa jeni në ushtri nuk e... Jo, edhe derisa jeni në ushtri, se kjo është mjet i identifikimit të edukimit që ke Kur e ke vendosur këtë? Sa kam vendosur në ditën e diplomimit në Kolegj Luftës. Okej. Edhe e mbaj me respektin. Edhe e mban gjithmonë. Okej, shumë interesant. Diçka interesante në fund, hobi yt. Po, hobi im është fitness. Po më duket e kishim hobin e njëjtë, malet, hikingun. Kam pa që edhe ti ke hikingun, kështu që muj me ecë bashkë në ditë. Po Libjani nuk ka. Jo, Libjani ka sharrja ne, ka vendindja ime. Libjani ka pjesë të hikingut, ka pjesën e goleshit, që ka shumë të mirë për fillestar dhe të mesëm. Ka pjesë të bjeshkve që i ka edhe në pjesën e drenicës e epërme, edhe pjesën ka... Po të ultra janë ato? Jo, nuk janë si malet e sharit, e kuptoj. Unë e merrem me fitness, zakonisht merrem me vrap, edhe me hiking, edhe me crossfit. Kur vrapoj në mëngjes, vrapoj jo ma pak se 10 kilometra. Okej. Mirë është me ka 20. Po kur eci, kam qef me eci sigurisht një 20-30 kilometra. Disa kime pas tash si politikan kohë, se 20 kilometra i bjen koqa një orë gjysmë me hecë. Unë po vazhdoj më që në ora 6 me kry fitnessin edhe me ka në ora 8 gati për aktivitet. A do t'in marrësh me vete edhe aktivistët edhe asamblistët këta? I kam marrë. I ke marrë? Edhe për marrë disa për tyne, jo të gjithë, po ata që po kanë dëshirë, po është një relax edhe po është një diskutim i mirë në atyre. E kam një mik timin aty tek ju, është Kogja i plot, merre ato. Emrin s'poja përmendi. E kam parasysh. Faleminderit shumë general që ishe sonte. Faleminderit shumë. Nëse ke diçka për të në fund,